Selam aleikum të nderuar dëgjues, ju përshëndesim gjithë juve që na ndjekni nëpërmjet valeve të Radios Kosova e Lirë. Gjithashtu ju përshëndesim edhe ju që emisionin ton direkt e ndjekni nëpërmjet internetit dhe radiove lokale, të cilat e transmetojnë direkt emisionin ton. E do t'ju njoftojmë edhe me adresat ku përveç Radios Kosova e Lirë mund ta dëgjoni emisionin ton, është Radio Ferizaj në 92.6 FM, Radio Fontana në 98.8 FM, Radio Helix në 104.4 FM. Ndërkaq nëpërmjet internetit, radiot të cilat e transmetojnë direkt emisionin janë Radio Krenaria.com, Radio Pendimi, Radio Kosovaelir.com, Radio Audionur, Radio Udhëzimi, Radio Dëshmia dhe Radio Viz Islami.de. Ndërkaq sonte në studio është profesor Dr. Shefqet Krasniqi. Selam aleikum profesor, mirë se keni ardhur. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu, mirë se jeni. Të nderuar dëgjues, fillimisht bashkë do dëgjojmë profesorin me një këshill, pastaj ju mirëpresim në 038 249 ju mund të thrisni dhe direkt i parashtroni pyetjet dhe 044 156614 mund t'i drejtoni pyetjet e juaja në formë të shkruar. Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun e madhruar që Islamin fetë vetme e ka zgjedhur dhe me të zemrat tona na e ka ndriçuar. Na ka bërë ta duam këtë fe dhe parimet e saj t'i përqafojmë, nga haramet të largohemi dhe kënaqësinë e Zotit ta fitojmë. E me emër të Zotit, në fund të mirat e xhenetit të shijojmë. Pastaj bijmë salavat mbi pejgamberin e bekuar, mbi shokët e tij të nderuar dhe mbi të gjithë ata që më pas atë kanë pasuar. Besnik deri në vdekje kanë qëndruar dhe lusim të madhin Allah që me ta ditën e kiametit me na bashkuar. Vëllezër dhe motra musliman, kudo që jeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nuk ka dyshim se armiku më i madh i njerëzimit është shejtani mallkuar. Dhe se i tillë a i bën çmas që njerëzit të ndalejnë nga rruga e Zotit në forma të ndryshme. Ndër format mjaft të suksesshme apo efektive është edhe tua vështërsoj njerëzve fenë islame. Tua bëj njerëzve fenë sa më të randë, në mënyrë që njerëzit të rritohen nga feja islame, ta shohin atë si diçka që është e vështirë për ta praktikuar, si fe e cila ka kërkesa të shumta, të randa, se kjo fe se nuk po përputhet me kohën dhe zhvillimet e botës aktuale, dhe se kësaj feje ka kaluar koha e tjerë. Andaj, për faktin se është e vështirë të përmbat njeri kësaj feje, dhe se kjo fe dën disiplinë, atëherë mjafton të deklarojmë ne si musliman se jena musliman, edhe nëse nuk po mujna me i krye detyrë dhe obligimet fetare. Allahu i madhruar ka thënë: يا أيها الناس إن وعد الله حق. O ju njerëz, dijeni se takimi me Zotin është hak. O ju njerëz, krejt njerëz bëjt rati madhi Allah, dijeni se premtimit madhit Allah që ne kemi me u takuar me të është hak. Fela të gurrannakum ul hayatu dunya, andaj mos që mashtron juve jeta kësaj bote. Wala yagurrannakum billahi al-gharur, dhe mos që mashtron juve shejtani i mallkuar,
Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Me të vërtet shejtani është armik i juve, pra konsideroni atë si armik të vërtet. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ai me të vërtet i thret njerëzit e vet, grupin e vet, ata që e pasojnë atë për me qenë nesër në ditën e gjykimit banues të zjarrit të xhenemit. Ai si armik i përbetuar bën që mos që ta devijoj çdo musliman, por realiteti është krejt tjetër. Sepse kush e vështërson dinin e të madhit Allah për post mallkuarit shejtan, Eudhu billah prej sherrit ti dhe sherrit atyne që e pasojnë atë. E dini Allahut, ai cili e shikon dhe vështron këtë din, nalet e kujtohet do ta kuptoj se kjo fe është shumë e lehtë, jo se u aparaqet shejtanit të vështirë. Se kjo fe përputhet plotësisht me natyrën e njeriut, me mundësi dhe kapacitetet e njeriut. Islami është fe drejt, reale, fe cila siguron lirinë dhe të drejtat e secilit individ, fe cila asnjëherë nuk ngarkon askënd për te mundësive, fe cila siguron përparimin dhe zhvillimin e çdo lëmi. Po vëllezër dhe motra musliman, feja është e lehtë. Por ja që në kohën e sotme shumë musliman mjerisht për konsiderojnë fejnë të randë, dhe se përgjigje të tyre kryesore, kur pyetën pse nuk po e praktikojnë fejnë, thojnë se feja valla është e randë, ka shumë detyra dhe shumë obligime, e ne nuk po kena mundësi të i kryna të gjitha obligimet të cilat po kërkohen nga ne. Kjo është përgjigja e shumë njerëzve, edhe pas ata dëgjani dikan duke u përgjigjur në këtë formë, dijeni me njëherë dhe pa kujtuar fare se shejtani pas ka bo për veti. Sa i mallkuarja pas ka vështërsuar dhe pas ka rënduar fejnë. Për ndryshe vallahi feja është e lehtë. Në pak rreshta, me pak fjalë, vazhdim, ta shofum se sa është feja e lehtë, dhe a thuani me feja koka e vështirë. Nëse shkojmë të shtyllat e fesë islame, ne të gjithë e dim se Islami është i ndërtuar mbi 5 shtylla kryesore: shahadeti, apo dëshmia se Zoti është një, nuk ka tjetër post tij, dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe i dërguar i Allahut. La ilahe illa Allah, Muhammedur Rasulullah, apo ashhadu an la ilahe illa Allah, wa ashhadu anna Muhammedan abduhu wa rasuluh. Pastaj falja 5 kohëve namaz, dhënia e zeqatit, agjerimi muajit Ramazan dhe shkuarja në haqë për atë që ka mundësi një herë në jetë. Të gjitha këto shtylla janë shumë të lehta. Kush mund të pretendoj se është vështirë rënja shahadet, të besuarit me zemër se Zoti është një dhe nuk ka tjetër post tij, i cili vërtet meriton të jetë krijues dhe sëndues, se a jep jetë dhe vdekje, se në dorën e tij është çdo gjë. Pastaj të shqiptuarit me gojë e asaj që e beson me zemër. A mund të pretendoj dikush se të besuarit në një Zot është pra pambetje edhe kufizimit të drejtave të njeriut? A mund të konsiderohen 5 kohë namaz farz në ditë aq të rënda për njeriun sa që nuk mund të i përballoj? Sa kohë vallë,
marrin pas kohë namaz brenda 24 orëve. A thua val, i ka hija ti që i thot vetës musliman që të pritoj apo të konsideroj të rana pas kohë namaz në ditë. Të pritoj me i ras Zotit të ti në sejdë. Zotit që e beson edhe tek ai shpreson. Ai Zot që i ka dhënë të gjitha ato të mira dhe vazhdon m'ia dhënë edhe m'ia rujt edhe më tej. Të mira që ja ka dhënë. A nuk u vjen turp njerëzve që Zotit të mira që ja kthejnë me të këqija? Ai po i gjuan me buk, e njerëzit me gur, që shtot populli. Vëllezër dhe motra musliman, njeriu duhet të vi turp prej Allahut të madhruar, nga gjitha ato të mira që ja jep Allahu. Ai jeton në tokën e Allahut, han nga rrezik i Allahut, e thith ajrin e Allahut, rrezitet nga dielli i Allahut, edhe kështu më radhë, dhe prapë për të të falenderoj atë ashtu si që Zoti ka kërkuar, duke i rënë ati në sejdë 5 herë në ditë. Subhanallah, si luan shejtani me njerëzit, u avështërsen natyre fen islame. Sa të mira sjellin namazet, sa dobi ka muslimani prej tyre në këtë dynja para botës tjetër, ku shpreson edhe shpërblimin e vërtet. A mund të konsiderohet vështirë dhe e rëndë dhënia një pjesë shumë të vogël nga pasuria, shtresës së varfër apo atyne që nuk kanë? Me atë sasi të vogël të zakatit, e fiton kënaqësinë e Zotit, sepse konsiderohet falënderim ndaj Allahut që ka furnizuar robën e vet, por në të njëjtën kohë fiton edhe simpatin, respektin e njerëzve. E ku është ajo vështirësi këtu, na tregoni ju lutem. A mund të konsiderohet i rënd agjerimi një muaj Ramazan për Allahun, me të cilën afrohesh shumë tek Zoti dhe ke dobi të shumta shëndetësore dhe të tjera. Nuk duhet harruar fakti se prej agjerimit lirohen ata persona që vërtet të vjen rënd, apo i dëmton agjerimi, si që është si muri, plako, udhëtare të tjerë. A mund të konsiderohet e rënd shkurja në haqë, njëherë në jetë, për ata që kanë mundësi materiale dhe fizike? Asesi vallah, por ja që drejt që punon, ai nuk dëshpërohet dhe nuk dërzohet lehtë. Allahu na ruajt prej tina, ja Rabbel Alamin. Vëllezër musliman, duhet ta kuptojmë të gjithë një parim prej parimeve të forta dhe bazë të dinit të Allahut të madhruar, se lehtësimi është bazë e dinit e jo vështërsimi. Allahu nuk don m'ia rëndua njerëzve dinin, nuk don m'ia rëndua njerëzve jetën, Allahu don m'ia lehtësua njerëzve. Për atë arsye, pra nëse shikojmë Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit alayhis salam, do të gjejmë të mbushur me argumente që tregojnë qartë se feja islame në esens në parim është ndërtuar mbi parimin e lehtësimit dhe jo të vështërsisë. Ka thënë Allahu Azza wa Jall sa për ilustrim: la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk obligon asnjë njeri për te mundësive të tij. Dhe ka thënë Allahu: wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Ai nuk ju obligoi në din islam në fe me ndonjë vështërsi jashtë mundësive të juaja dhe ajete tjera të shumta. Ndërsa nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mund të ceket hadithi: inna ad-dina yusrun, me të vërtet feja është e lehtë. Pastaj hadithi:
inni ursiltu bi hanifijetin samaha. Unë jam dërguar me fenë e lehtë, jam dërguar me fenë që i përshtatët tamam në tërshmërisë së njeriut, dhe se e tillë vërtet është e lehtë. Natyrisht, ka dhe shumë hadithe tjera për të cilat nuk premton koha për të cekur në këta pak minuta. Vëllezër dhe motra musliman, nuk është çështja se feja është e rëndë, dhe sa e ngarkon njeriu aq shumë sa që njeriu nuk mund ta bartë, për problemi që ndron dikun tjetër krejt. Problemi që ndron tek imani dopt, tek cytja e shejtanit të mallkuar, i cili ja vështërson dinin dhe ja zbukuron dynjan njeriut. Prandaj, shumë musliman, gati se sa nuk shkyhen, nuk bohen captu nga mas dynjas, as buk nuk kanë kohë me hangër, as gjumi nuk e bojnë si gjumë, duke vrapuar pas dynjas, ndërsa për din, pretojnë me i ba edhe punt më të vogla. Pretojnë me ra në sejdë pak minuta për të madhin Allah. E çfarë të themi atyre, por që shka thani përpas që shka thani madhi Allah. Bel të ëthirun e lëhajat e dunja. Ju po japni për parësi jetës e kësaj bote. Jo, po i japni për parësi jetës e kësaj bote. Wal akhiratu khayru wa abqa. E dihet se jeta e botës tjetër është më dobishme dhe më përjetshme. Dihet se jeta e botës tjetër është më e mirë. Wa abqa, më përjetshme, bila është për gjithmonë. Po të ndëruar, ne, edhe pse jena musliman, edhe pse besojmë ahiretin hak, me gjithate shumë nga ne, po i japim për parësi dynjas me shumë se sa ahiretit. Po e dojmë dynjan me shumë se sa ahiretin. Kjo është përgjigja. E jo se din është i randa po i vështirë, asë njëherë vëllah. Andaj, ne bëjmë dua që Allahu të na ruan dinin e zemrat tona. E mos na bën nga ata që duan dynjan dhe punojnë për dynja më shumë se sa për ahiret. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahu na forcof dinin e zemrat tona. E na bë për atyre që punojnë për ahiret, sikur se kanë me vdekur santa po nesër. Po punojnë edhe për dynja, sikur se kanë me jetuar gjatë, sepse dhe nëse nuk i shfrytëzojmë ne të mirat të dynjas, le të shfrytëzojnë të tjerët. E neve na vjen sadaka dhe sevap në varret tona, por ata dhe ate punën për dynja dhe punën për ahiret, ta bëjmë për hatër të madhit Allah, Azza wa Jall, por gjithmonë duke dhënë për parësi më shumë ahiretit, sepse Allahu tha, wal akhiratu khayrun wa abqa, ahireti është më i mirë dhe më afat gjatë, më i përjetshëm. Allahu na ruaj të mirat e dynjas me të cilat na ka pajisur, na ka nderuar, e na i shtoft edhe me të mirat e tij, sepse të mirat e Zotit nuk kanë fund. Pastaj Allahut nuk i kushton kur gjë, ai nuk lodhet, ai nuk harxhohet, ai është kerim, bujar, i gjymert, fesnik, hambarët e Zotit nuk shterën, të bareke o ta'ala, po nonën tjetër, gjithmonë i lusëm Allahun, që të mirat ahiretit mos na i mungoj, por edhe me to të na nderoj, e nga dënimi i xhenemit të na shpëtoj. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faleminderit profesor. E të nderuar dëgjues, derisa të kemi ne dëgjuesin e parë, po bëjmë një pauzë të shkurtër dhe kthehemi pas pak në studio. Ju qëndroni me ne.
Rikthehemi në studio të nderuar dëgjues dhe do të vazhdojmë pjesën e dytë të emisionit tashmë 038 249 qëndron I hapur, ndërkohë që mund të na dërgoni edhe pyetje nëpërmjet SMS-it në 044 156 614. Edhe një pyetje profesor, për marrës pyetjet parë, derisa të kemi dëgjues linjën direkte që ndërlidhet shumë me temën cilën me këshillën e faktit cilën e dha sonte. Selam aleikum, thot hoxhi nderuar, thot ju lutem thot ma jepni një këshill, thot sepse unë falem, do të thonë jam musliman I cili mundohem të kryej obligimet fetare, por në të njëjtën kohë thot ai mallkuar gjithmonë më ngre thot edhe në punë tek xhia. Jam interesant a di thot këtu a më tepër luan rol truri apo zemra dhe si me u largu nga gjunahet. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimani I cili fal namaz parimisht, një gjë kisha pas qef me mbajt men të gjithë. Këta më ka pa thonë një arsimtari imi, Bajrush Ahmeti, historian. Njeriu I cili kur kemi qenë me drejzë fjala dhe hala gjallë Zoti ruajt. Njeriu I cili fal namaz në të ka hajrë. Dhe kjo fjalë apo kjo këshillë ti më ka pangolit në kokë, në kry. Qysh bëhet njeriu I cili fal namaz ka hajrën të kursa I mund të ketë edhe vepra të këqija tjera, vepra tjera të këqija mund të ketë vrejtje të mëdha. Nuk mu ka hije kjo fjalin për I koke. E pastaj, kur janë bo pak ma I Zoti, e kam fillu pak me lexu vetëm e pavarësue, me studiu e tjere, e kam kuptu se gjë e tillë është e vërtetë dhe kam filluar ta përsëris. Shpesh, njeriu I cili fal namaz të ka hajër të madh. Dhe këto në përsëris në raste të ndryshme. Për shembull, në këtë rast, vllau thot apo motra ka të këqija tjera. E dinej që ka të këqija se Zoti nëse në rën, por falin namaz. U them nga njëherë të zami motrave të cilat nuk janë veshura si dohet, nuk kanë mbulesë. E le që se kanë mbulesën, po pa dhe pa veshin keq që kjo është tash vërejtje e dytë. Sa e thënë behane, mi behane, vërejtje, mi vërejtje. Sepse nëse motra nuk e ka mbulesën, që është farzi I Zotit, për X arsyen, apo për që ai e konsideron deri diku arsye bengit fort, e mirë, për çfarë arsye shkon vishet ngusht, ekstrem ngusht. Dhe I ekspozon këtë pjesë të trupit tani pse mrena të teshave. E pse vishet me festan shkurte, me mangë shkurte, e mos flasim hala me ekstrem. Pse? Por me gjithate, po edhe djemë të cilët I kanë disa behane vrejtje, unë them, mos e ngoc, për deri sa fal namaz, ajo është në hajrë, apo ajo është në hajrë. Namazë ka me ndalu dhe piseneve tjera. Por me kush nëse namazën e bën tamam dhe bën për Allah. Pra, qysh me ndalu? Ashtë pun mendje, pun zemre. Dyja, të edhe mendje dhe zemra. Ty zemra ta beson se namazi është nuri o dritë, se mbulesa është obligim, është nuri dritë, se rujtja nga gjinat nga haramet është rujtje dritë, është nuri o dritë, rujtja nga haramet, largimit nga të këqijat, kryja farzave. Por bashkë në zemër, mund që atë zemër, ti ki edhe elemente negative, ki nefsin tanë, I cili ti orrejnë këto punë, e ki edhe shejtanën e mallkuar. Ti shejtanën e mallkuar që të se kom të heshën punë të këqija. Shejtani dhe nefsi nuk janë njëjtë. Nefsi është unë, është ego jote mbrëmshme. Janë ndjenjat tua, është qefi yt, janë epshet tua, janë tekët tua. Që ato e nefsi. Për atë Allah ka thonë, vë nefsin vë ma sëvaha, fe elhemaha, fujuraha, o taqwaha.
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allahu ka thonë se Allahu e ka mbjellë nefsin të mirën dhe të keqen në trupin njeriut, në zemrën njeriut. Dhe pastaj thot, ka shpëtuar që s'pastron dhe ka marrë, ka pas punë atina i cili e një los. Pra i cili pasen jepshin e vetë. Për mos me gjasë se kjo është tem në veti, njeriu ka faktor që shty në bu keq, por ka faktor që shty me bu mirë dhe me rrit kesi punë e zemrës. E mendja është e cila e ndërhyn. Mendja dhëtë me ndërhyje. Edhe me thonë nefsit, edhe dhe nëse me zemër të dënë të keqen, me thonë, hej, që të gishtin kry pak sot populli. E që shone bëj punë këqia, nuk moj. Nuk moj, edhe pse për makana, edhe pse për kom qef, edhe pse për moj. Se për mojnë me korruptu, se për mojnë me vjetë, se për mojnë me mashtru, se për mojnë me bu harame. Edhe për makana, kjo punë zemër kur të kana. Se kojta lidhet me zemër. Mendje ndërhynja nuk banë. Kjo është mendje shëndosh. Për të arsye mendje shëndosh, trup shëndosh është dhuratë e madhe e Zotit. Andaj do të më përpjek me përdor logjikën e shëndosh, me ndikue, me dhanë ndikim, me lanë hapësire dhe imanit fort, për dhe me lutë Allahun të barëke o ta'ala, me në zbukuru imanin, me në jeshuë në zemrët tona, me në iritut këqijat, po. Kemi të gjuesin e parë në linjën direkte, alo? Alo, imama. Mirë mbrëma, urdhrani. Një pyqe dhe sa pas profesorit një amo. Po? Urdhra. Dhe sa tash kësi profesorit e në pak reglat ma mire, tash me thonë raste na i kena hotel gjollartë, sekretari bashkisë islame na imternova këta tjertë janë që na përfaqësojnë neve. Edhe këta kanë drejt me lypë reglat e fesë edhe me folë për kushtet muslimonit që na takojnë neve si qytetarët Kosovës. Tashti pse nuk ngritën këta kur njëherë më që me lypë drejtat e dona pa morë pasysh njerëz që punojnë punë, nuk ka drejt më shku me falë që monë. Njerëz që punojnë e falë drejken ose ta bojnë, i largojnë nga puna e senet, pse kur nuk ngritën me lypë të drejta, a kanë frikë për shtetën, a këta që hoxhallar do të me di se frikë do të me pasvesh Allah e tjetër ku ju. E si pas dhe primës tyne, po duket që hoxhallar janë pak dyshim territorit të në Kosovës, kur njëherë nuk lypën drejtat një qytetarit vetë që na përfaqësojnë. E që pyte dhe isha mja bëhojgjës mu të më përgjigjë mirë me na falë, selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Zotë të trujt, e të forcoft, pytje me vend, shumë me vend, sepse nuk e ki për vete, ki për popull, për shoqëri, por s'pari për ta bëj një pytje, nuk dhe shta me të pengu të folë, tja për më drejtohesh mu, apo për i drejtohesh në bashkësisë islame. Këtë e në dy sene, nuk e njëjtë. Nëse më drejtohesh mu, unë nuk e di që me bo ma shumë, qysh me ngritë zanin ma shumë, se sa që e kam bërë, dhere me tani. Dhere sa, pëse shtetëm rasin më në burg? Kalzëm të mu. Shtetë për qamë rasin më burg? Vështë e ngritë zanin për drejtat muslimanëve. Pasha zotin sen shtetit bo si kam, edhe din shteti fort mirë, a moj din ma mirë se zdo kush tjetër. Po a thot, më shele gojën, ti më slip drejta muslimën, se ta qëki gojën dhe i te vesht. Ti nuk ba me lip drejta për musliman. Heq! Nuk ban. Ne qëtu, ku jemë ullun qëtash, sare kemi folë për mbolesë, për shkolla, sare kemi folë për futën landës fetare, sare kemi folë për ndërtimin gjamis të madhe, me në leju trollë, ta shtrollë e ju ka kontybe në ka ndërtohet. Sa kemi folë për dokorit e negative që të përhapër në shëqëri. Sa kemi folë për me leju në zanë sa të më shku me falë gjuma në studentat e shumë sene tjera vla, po në të sen nuk jena ndorë ma shumë, unë për veti. Nëse me ndonë se këtë pyjtë me bubas islame, atër drejtoj atyne, sepse ata i thujnë veti, zyrtarisht, na i përfaqësojnë muslimant. E këtë pyjtje, bënjavte atyne,
me plot krenaria s'u dish më thonë nuk i nevojë më shefi sash nuk i më ngushtu, sa është pyetje drejt, është pyetje që vlen me bëhe populli. Gjallart, klapa, bashkësia islame pretendojnë se janë prest e muslimanëve, i përfaqësojnë. Andaj le dalin të mbrojnë drejtat e muslimanëve. Aty në bën javë. Dërsa nëse më bën mu për që shëfqet, pasha zotë, unë nuk di që ka bëj ma shumë. Edhe nuk e di t'ja din, por tjerë të din, e mas mirit me dhe paras gjitha që din Allahu, të bareke o ta'ala. Por unë jam individ e Allah. Unë më isi këshillus, këshilldhënës, sugjerus. Ka që Allah. Bile, mu për që të këshilla shtë zgjerime, mu leqë shtetë pështini në burg, po dhe për gjamisëm haqen. Për shtë sene. Pse të për full. Se sot do probleme full. Sot vështë do të mos me full. Se mos të falsh sot, i ki punë të mirë. Si të falsh, ta në varet. Nëse flet për qefit e tjerve, prap më shumë pas punë të mirë. Si të falsh, me të rubullu i dikujna, apo për që se shkam për qefit dikuj, ruju se të fshin mileti. Qështu jena sot të jetu në këtë zaman. Zotën a drejtoftë në allë zotë. Po, faleminderit. 038 249 237 është numri ku mund të drejtoni pyetjet e juaja, ndërkohë që vazhdoni të na shkruani edhe nëpërmjet SMS-it në 044 156614 ku mund të drejtoni pyetjet në formë të shkruar. Profesor, e kemi një pyetje që lidhet me duat të bëra në sejdë, thotë më qenë se kam dëgjuar thotë që duaja më afër për të pranuar është ajo që bëhet në sejdë, thotë a bën të lutemi në gjuhën shqipe kur jemi në synete, sepse thotë kam të dëgjuar që në farzë nuk bën. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid. Më sa afër me robi ndaj Zotit tij është kur është në sejdë. Fekthëru fihi me në dua, shtë në dua në lutjen. Shtë në dua në lutjen. Shtë në dua në lutjen. Mëse afer me robin dhe Allah të është kërën seqte. Andaj, dhe ne kemi thanë sa herë dhe prape themi, shërëzën në seqden me bo dua të madhi Allah së vëqel. Me lutë Allah. Qashtu qështeti, në sënite, namazën a file, e me mirat mirave namaz natë, e ta shnetet jetë në gata. Jashtë tash dimnit më që muslimani më falë natën një korë. Dimni rahmeti Zotit për musliman për shumë sene. është rahmeti Allahut më ngi gjumë, se njëzit hjekin për gjumë shumë. Hjekin për gjumë, dhe ka nuk e mërë në dritë gjumë, dhe mja bot tërë krejtë. Hjekin për gjumë të verës, pas taj punojnë dhe i vanë natën, së dusht, dhe i vanë mbrame së dusht, ditë, dritë, dhe i në tetë, dhe i në namë, dhe i në dhejtë punojnë njëzit. Dërsa dimnit në dhejtë gjysa natës, dhe i rinë 5 dikona, se di sa prafër, që shka ko më falë namaz natë. Më që me razë zotë të seshte, me falë 2 recate, 4 recate, 6 recate, 8, më pak më shumë. Në fund që atër me falë vetrin. E me lutë Allah në seshte gatë, nërë me thonë Subhana Rabbi e Lala, Subhana Rabbi e Lala, Subhana Rabbi e Lala. Që është edhe sënët e seshdes, e pastaj, se të kishëm seshde, ndësa seshde e madhërën zotin, thua Zot, ham ty të koftë, falënderim ty të koftë. Ti e Zot një në qilë, ti e Zot një në tokë, ti e Zot i pa fillim, ti e Zot i pa mbarim. Ndorën tonë është jeta jonë, ndorën tonë vdekja jonë, ndorën tonë fati jonë, lumturia jonë, mirimi jonë, idarja jonë, rëski jonë, fëmia tonë, jetë pasuria jonë, krejt çdo sa në ndorën tonë Zoti jonë. Ata çka don ti bëhet, ata çka nuk don ti nuk bëhet Zoti jonë. Ti i madhruar, ti i vetëm Zot, anë pse shumica njerëzve nuk besojnë ty për hak, për Zot vërtet, me madhru me falëndru Zotin. Ta në thua alhamdulillah Zot, për dinin tënë që na ke dhanë, për Koranin, për pejgamberin, alhamdulillah Zot, për të mirat që mi ke dhanë, për këtë islam që ma ka jeshu, që ma ke jeshu. E falëndran Allahun për shëndet, për pasunisht të ka dhanë Zoti. E falëndran Allahun për thmi, për gru, për vlazni, për prind, për këtë siguri që kemi, alhamdulillah për Zotit, e për e kështu me radhë.
Në sejdë tjetër e lut Allahun, është dua bën. Kjo falënderim, në herë ke madhërim, falënderim. Tash e lut Allahun o Zot, të los ty me madhërinë tënde, me fuqinë tënde, me rahmetin tënd, me emrat e tua, Zoti jon. Me në rujt këtë din, me në rujt dynjan, sepse është edhe hadith, Allahumma slih li dini, alladhi hua ismetu emri, o zëtru ma dinin tem, ja Rabbil Alamin, që në din është mbrojtja jetës tem, është dinit mbron, wa slih li dynjaja, leti fiha me ashi, dhe ma gorë regullan në zotim dynjan, në të jeta jamu, në të kom jetën, regullam ma zët, regullam ma dynjan, pjale zotit me sipe, për kërkom për tina hëndim, waslih li akhirat leti lejha me adi, ma regullam në ahiretin të më zotit unë që në që kom u këthy, pra nërëq ma venin atje o zët, që shtojnë plakat të plesht, nërëq ma venin zotit jam atje kom u këthy une. واصلح لي آخرة التي لها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر ذما بنزتيه تام خير مشتو خير بونت ميرا مشتو سوابه ساتيام جال يجناه مرراس فسوابه ذبما بديكين pushim dhe rahati për mu që për lutesh tash për dënja dhe për ahiret. Dhe lutesh hala ruma shëndetin, ruma mendjen psiqiken, ruma zemrën, ruma trupin, ruma gronë thmine, vlade vlazine thmine, runa dënjan, ruma pik belav, ruma pik sprov, ruma pik këqijave, mshërej printe mije, mshërej printe mije, ta muslimon që kanë vdeke, e qështu. Ta nëse kene i dëshirë, dishka me të plëtsoj, lutë Allahun e kështu me radhë. Rënë, sirë të gatë, sa tush. Knaq, qështu bosiqte, knaq. Po. Nuk e dia, kemi dëgjues, alo? Alo, selamu alaikum. Aleikum selam, urtrani. Allah ju shpërblet për kontributin veçanti hoxhën e nderuar. Vetëm tesh tha një koment për hoxhës, pse gjithmonë ka pas pak njerëz të mirë si në politikë, si në shkencë, si në arsim e kështu me radhë. Faleminderit. Me ndërqofshi ju përshëndesim. Tani... Po, pse diamanti është pak, pse ari është pak, çdo sen që ka shumë i qmushëm është pak. E dietarët, e njerëz të mëdhej, e njerëz të me vizione të mëdha që dojnë të bëjnë ndryshime janë pak, gjithmonë të janë pak. Gjithmonë janë pak. Për ata Allah e ka thonë pejgamberit alayhi salatu wassalam, wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Nëse pasan shumicën e njerëzve në tokë Zoti kanë me të hub. Që jatë me kuptu në ndryshe, shumica janë të hupt. Shumica ngojnë mas jepsheve tyne, mas dënjas. Shumica ngojnë mas shohin shkort njerëzit. Që kanë me hongër nesër pas nesër, që kanë me hongër për njave për matmat, që është bëjnë pasuri sa ma shumë si me jetu 100.000 vjetë, e që është jam ujë tjetërit, të iman qa me thonë njerit. Kurse njerë është angazhuar, për shamull ki njeri cilë është angazhuar me dekada, tonë jetën, që është me jam ujë tjerë me pasuni. Arran që në zënë deka jetë ka fshatën fëtë. Tjetër atje nganë për politike, nganë me orën për shtetë, reje, mashtraje, për bejate, për i zatë zote me muhe, e kime pati që ju nuk ka me mirë, bla bla bla, ku di une, hajta, rej, mashtra, hjek për vetit, hjek se skuqet, lodhet e pa gjume, hargjan leke, munde, kohë, bom, për me orën për shtetë, ja si bjen zote heq, ja kure bjen për shtetë, bëhet që ata tjerë që kanë, ose ata bojnë këta si vetë. A harran se aki ka me deka me lanë edhe këta. Haruna zët. Qetëre atje marran të shkolluve, të ku diuna atje mësa e shkollave, të thënë halë kënë kam titull, unë kam shkru një 2 për pare, jam doktor, ose magjisër, ose jam intelektual, ose kota diune që... Që ka qënë pesh këto? Këto e në sanet të cilat qënë pesh po, a më të njerës të ligë. Sa njerës të mëdha jenë tjerë. Për me ka njeri i madhë, pikës pare dhëtë Allah me përgadit, të barëke o ta'ala, si pejgamber që ka përgadit Zoti.
Nën dë, dohet njeriu I cili synon me bën ndryshime gjithmonë për të mirë të shoqërisë, sepse gjithmonë din kiamet ka nevojë për ndryshime. Edhe nëse shoqëria është e mirë, e rregulluar, ka nevojë me ngrit hala nga ndonjë aspekt tjetër. Për shembull, imagjinoni një shoqëri jone, nëse po të ishte shoqëria jonë kosovare, e rregulluar nga aspekti politik, që ty be katastrofë është. E rregulluar nga aspekti fetar, që ty ben koft mirë hiç, e rregulluar nga aspekti social, që është katastrofë, e tjerë, të kishim pas nevojë nga aspekti ekonomik të zami. Nga fusha ekonomike me ngrit shtetin. Edhe kështu më radhë. Pra, njerëz të mëdhej kanë vizionet më dha. Njerëz të mëdhej duhet më tërhiq piknacive të dunjas. Nuk ka ku me dalë me lujt për natë për ditë. Nuk ka ku me dalë për kafe, me pime vllaznie, me motra, me shoke, me shoqe, me kutidion. Jo, nuk ka ku. Nuk ka ku me najt me shty para televizorit e para portaleve, para gazetave të ditën e të natën, e të I flajt të ditën. Jo. Sepse jeta është shkurt, koha është shkurt, shpejt, të hangëlltit. Dohet me shfrytzu kohën, dohet me shfrytzu që ti që e ki. Më mundu me bëjt diçka për të mirë dhe ata mundësh ajo. Se këtë barët edhe sa të abzoti bereqet, sa të abzoti mundësi, dhe gjithmonë të pështetë Allahot, e të lutë Allahon, për flasë nësi musliman tash, që Zotë me në bo për atyre, për ata që dëmë në bo ndryshim, dhe më thonë Zotë, bënë për atyre njerëzve, që ndryshojnë këtë shoqëri përsi miri, dhe lojnë gjurëm të pashlyera, apo afat gjata, në këtë shoqëri Zotë jonë, sepse është knatësi, edhe kur që kesh para Zotit, me qenë për njerëzve që ju ke kontribue, njerëzve e burë. Po është knatësi gjithashtu, edhe për ata që vinë mas teje, për vepra të mira që I ke lanë këtë dynja, qoftë një alfabet nëse ke mësu dikujna me shkru, qoftë edhe nëse një gure ke largu për rrugë për pengese, qoftë edhe nëse një kru një bun një pos një bunare ke qilë dikon, qoftë nëse në thirë ke prejnë rrugodal për rrugën e thirë dhe gërrithin kjerë gjëna, njëzit ja pa në gjivina të nuk e dine ka kjerën 10.000, 15.000 euro, e gërritha e kjerri duke që ma letë kishë bo kabull më gërrithë zemra, se më gërrithë kjerri. Po përje që atë të që të shpija ki, thire njerëzve rrugën, banë një hajrat një punë të mirë që atë sens kushtan, të pagun një madhi Allah, e kështu më radha vëlla. Dhe pra kjo është kërësorin bë gjitha, ka në zgjidhe Allah, ati kofshin falë. Po. Nuk e tja kemi dëgjues po alo. Selam aleikum. Aleikum selam, ortrani. Përshëndes profesorin në Rum. Po? Kam dy pyetje për profesorin. Me një shok kishim duke biseduar edhe ra puna e fëmijëve edhe unë I tregova se do të thotë fëmijës kur lind do të thotë në ditën e 7 që kom dëgju për jo gjallarve, nështë nuk e jem gabim, po do të njafnu e zanin në veshën e djath e I kametin në veshën e majt. Edhe ty bisedu më të ajnë tha jo që duhet fëmijës me emrin kër të në gjithë, dhe më honë me jaknu të veshi, që është të diçka të njësë më tha, ta shënë dhe me pyjtë profesorin, ta shë nuk di a ka argument për këtë puna, po thënë. Një jaknu fëmijës emri, po thënë jo e zoni. Po. Ta shë nuk di a ka bazë në shëjatën Islam, edhe pyetja tjetër është rreth mishit, rreth kozëve. Dhe më hanë kafsha që therët prej jo muslimonit, për shembull prej, të marrëm si shembull konkret prej një krishterit katolikut e së dikuj, është haram për shembull që të pish me hangër një muslimon. Mirë, faleminderit për pyetjet, ju përshëndesim në juve. Nëse ka mundësi, me dhonë përgjigjet përmes telefonit, po jem edhe në punë, nuk mu imi në dëgju. Mirë, qëndrot në telefon dhe I merë përgjigjet, s'ka problem. Po, jo në ditën e 7 me thirë rëzanin, nuk e thirë, nuk ka dhe shka në shira që atë quhet me thirë emni, po emni me në gjitë. Emni me në gjitë, mu një në gjitë, mu në mërtan fëmin. Ditën që ka lindë, mu në mërtan ditën e 7, s'ka që të keci, mu në mërtan pa lindë. Sikur tash I përgatitin emrat mirë, I përgatitin teshat, emrat, të emrat, të dhomën, e beshikun, I përgatitin këtë sene, para se me dalë fëmija në këtë dynja.
Se ka që zoti kushtë, elhamdulillah, për zoti, dhe s'ka gjotë keqe, pra dhe amne pregadit. Janë gjithë amne e mërtën para se me dalë. E nëse dënë Allahu delë, thua emër dul Filani, dul Hasani vogël, dul Sumeja vogël, dul Hatijja, kështë më radhë. Ndërsa, punën e zanët kametit nga tashti, jo ditën e 7, po zanën dhe kametin është mirë, si të lindë me njëherë. Po e në tash, qëllimi është, urtësia kësajnë është, zëri i parë që shkan fëmijut në vesh, me shkue la ilaha illallah, fjala la ilaha illallah. Fjala la ilaha illallah është pjesë e zanit, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, është haditi, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Në veshën e majtë i kametin. E që i bije, pak më ndrysh kanë thonë ulemaja, me pritin këtë dënja me zan, me pritin këtë dënja me fjallën la ilaha illallah. Po edhe në fund kur të përcjellëm të vdekin atje, në smundë të vdekjes të vdek, cëllët me a thonë fjallën në fundit, me thonë që apo më lene manet, o babo, le më shfara manetin njërët edhe shpirt, po thuj njërët kujteja, thuj la ilaha illallah, la ilaha illallah, e pejgamberi ka thonë, sallallahu alaihi sallam, lëkkinu mautakum, shahadatën la ilaha illallah, për kujtenja të vdekurve në klapa, njerëzit të vdek të dha shpirt, ka thonë në lemoja, shahadetin, apo fjallin la ilaha illallah. Pra, kur vjen, e presim me la ilaha illallah. Kur del për dynjas, mundohum me përcjell me la ilaha illallah, që adhaj me pas fjallin e fundit la ilaha illallah. Kur fillim me la ilaha illallah dhe fundi me la ilaha illallah, ka imet inshallah taala që dhe mesi me kanë me la ilaha illallah, andaj nëse është krejt për fillimi deri fund me la ilaha illallah, për xhenet live me emër të Zotit, edhe ka dhënë provimin dhe kjo është kryesorja. Zani ka me të një ditën e 7, që si athirët ditën e parë zbon e kur gjëma. Ditën e parë dhe mundësin kur të lindë, mundësisht. E kom edhe vish një ndërhyrje nëse kam. Po. Unë e kom dëgju prej një hoxhës tonin dëmon në Kosovës, po një sarin Skandinavi, edhe i ndëgjaj derë. Shpejt të parë, këtë luta, shkurtose. Po edhe unë e kam dëgju atë hoxhën që ka hanë dëmon se fëmija në ditën e 7 aktivizohet në dëgjimi, se disa është e vërteta ka bazë dëmon që në fe, për që ta arsye dëmonë edhe i kumë thonë atina, apo këpëtën. Nuk o bënome që i ke thonë, s'prish punë sen, kërë se bëhe, se foni punit hadith rratina ka fjallë, për ulemoja kanë thonë, o zë fjallë e parë që e shkanë në vesh, me qenë fjallë la ilahe illallah. Kështu kanë thonë ata, për që ata nuk prish punë se rrëthësajnë ka fjallë. Se tash njërës bëhen marakjën se akun thirë, zojnë akun thirë, nuk bëhet nomi. Në ditën e 7 është mirë me preja kikan, në ditën e 7 është mirë me bëhet sënet nëse është djallë, aki ka fjalla me prej në i dash, ose dë nëse djallë. Në ditën e 7 është mirë me arru flakt fëmijut, qoftë vazë, qoftë djallë, e në peshë flakëve tina për të saj me dhanë sadaka arja për argent edhe të rësen kur gjo. Sa për këtë pyetje si dytë, kafsha cila therët nga ju muslimanët, nga ne themi në shariat nga ehlul kitab, ngaithtarët të librave të shajta evrejt që fotët, apo të krishterët për të gjitha fraksionit e tyre, është halal gjithë ditën e gjithë natën. Halal, mësëllad. Nëse një krishter e shehtit e prej shtazën, dhe i besën kish, besën në fejt vetë, ju ateist i krishter, lerisht ka pehe mësëllad. Allahu ka thonë të barëke u tala, wa ta'amu lëdhine utu li kitabe hillun lëkum, dhe ushqimi i atyre që janë therë, që janë dhanë librat e shajta, është hillun halal për juve. Po. Mirë. E ndërpresim të telefonat 038-249-237 është i hapur, ndërkohë që vazhdoni të na shkruani edhe në 024-156-614. Profesor e ka ndërguar një pyetje, thotë përshëndetje për juve i nderuar profesor, thotë ne jemi 2 kunata dhe po e kërkojmë thotë një këshill prej teje që të 2 burrat tan thotë dalin çdo mbrëmje ata janë vëllezër, dalin çdo mbrëmje thotë e dim ne që ato shkojnë me femrat e tjera, ndërkohë që neve gjithmonë na thonë nëse doni me najt mirë, reni, po nëse nuk doni atëherë lirisht mund të shkoni. Ana jepni thotë një këshill se si me vepru. Allah, po duhet të kemi telefonat. A kemi dëgjues? Mirë, e marrim edhe dëgjuesin, e dëgjojmë pyetjen, pastaj kthehemi kësaj përgjigje. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Allah shpërblet në xhenet e firdevs. Amen, edhe ju e tonë. Po. Po urdhra.
Hoqë nderuam në kohën më përpara i kemi janë rruë motrat, e ka vonë motrën e ka marrë motrën. A ka në gjënaha në një. E dyta, unoza që për në rëjë që tash në fejes, a ka bazë në islam ajo. Allah shpërblet në gjenetin Firdevs. Amen. Juve dhe neve. Amen. Një përshëndetje, gjithë të mirë për juve. Atë profesori kthehemi te konatat. Zoti i shpërbleft të dy konata që janë gra më të mira se sa burrat e vet. E sa gruaja në këtë dynjë është më e mirë se burri, shumë ka. Shoqër që janë që ka gra të mira më të mira se burrat. E burrat i kanë të këqij. Sepse e burrit cili del. Tash nuk po duam para gjiko këtu po thënë dina ku shkojnë. Nashta nuk e din po dyshojnë. Po nashta edhe din. Dhe dalin natën. Edhe jo një herë po për natë. Edhe i thënë dashë rrën dashë shkani. Ata në burrat këqij. Ata në shumë të këqij. Por unë motrave them, nëse keni fëmijë, bëni sabër. Bëni sabër. Sepse gjëna fëmija. Ata dikur, kur thët populli jonë, rasën dëzgën, ju del vetja ballë. Ju del vetja ballë. Sa hi ju heqni, hikni dhe fëmija ndoshta, ndërsa ata ngihen ju del vetja ballë. Sepse nuk ka njeri cili shkan mas harameve e mas punëve të këqija që Zoti të barëke u ta'ala e lënë rahat, kur për jetë, të tafshin ata. Le tafshin. Herët apo vonë. Herët apo vonë. Nashta në pleshtin, nashta së të mdekës. Nashta së të mdekës. Për atë arsye plët burashe. Kër o plako lodh o metë, e lëshojnë edhe nerva tash. Edhe ka nevoj mas shumë të përndim, ngrëve të thëtja, ja, kjo është sen, së kjo që ke lypti, bën sabër se, veç prit, se Zoti nuk ka harru, hajti, se ki me la hala shumë, në këtë dynja para se me la në heret, sepse s'ke di që ki Zot mi kry. Ke shkel mi njerës, ke bo zullum, se ke mujt një grua në thmija, në këshia, ke bo haram e tjerë. Zotë është i madhë. Nëse keni thmi vlantën, me ngu vlanë ju, me ngu ju, mënoni me mënyrat ndryshme me ndiku me familje tyne, tjere, por ju më nda. Në veçanti nëse nuk ju torturojnë fizikisht, dhe nëse keni mira materiale me hangër, me pije për thmije, për veti, nuk heqni. Nërsa nëse nuk keni thmi, atër mesela është tjetër, konsultan me familjet e juve. Konsultan me familjet e juve. Sepse nga njerë është mirë. Gruja, kër është që burri, që të poplu pëllun bësht, po a, mirë. Më të rëgu familjes vetë, edhe më janë halë. Kër shkanë këmë lype, thonë, e marë nusën, që nusën në marë. Nusën të emë. Për të nusët e sparën kur me ta. Hajde ka biseda me ta, hynë mrena, edhe me tha nusës. Pse s'pët do t'i me shku? Edhe e më janë gjenë syja ti me thonë. Ti zvjen natën, ti bën këta, dhe unë për që shto, unë s'veheshtë ti. E ta në natë e plejka i krytë. Nëse thata e nuk kanë zarë, unë anë, s'o problem, shka. E dikur e shetë që nuk është shkan jetën a për kafe. Sepse njëri u të shejtani jasë bukurën kafet. Por jetë me e poshtër, se në për kafe me kaluë natën, nuk kanë këtë dënja. Dhe në kundër të, jetë me e mirë se me pas një rëbë Zotit të shpia, që të arun derin, e të arun familjen, e të arun ftyrën, e të arun fëmin, e kur që ka ish, e ki të shpia, të bën bukën, e qajnë, kjo është pasënje me madhe. Nuk ka pasënje më të madhe. Edhe më skoft që me bukur, edhe më skoft të reje, më skoft plake, më skoft ku diu në post, se çdo njëri ka bëhonët e veta. E dikush nuk e kupton këtë të mirë, dhe t'ja mërë Zoti.
Këtë jam mërë zotë tani bjen men, por ka nehri bohën van. Kështu që nëse s'keni fëmijë konsultant me familjet e jua, nëse keni fëmijë mos më ndani mundo, por në më përdu në farë metode pak. Ju me njëtë mundo, për me njëtë me shtrëngu ka pak ata dhe që shpedi. Zotë ja bofqarën e drejtoft ata jara bjell zëtë të dëtë. Profesor, a kalojmë të pyetja? Kalojmë të pyetja të ndrrimi i motrave. Po, ka qenë është vërtet se ka qenë përpara tradit, po dhe sot nuk ka, është sot mund të jetë. Ndrrimi i motrave. Nëse ndrrimi i motra bëhet për shkak mjedisie të mirë, po nuk ka kusht motra, mund të bëhet me se hall. Për shembull këje apo motrës edhe hallës, apo ç'më thon çikës e hallës e motrës mund të jetë, se s'kan këta çik kanë motër, njëna po, tjetra po ka vajzë ose ka hallën ose s'është si kryesore me ndru familjet mes veti. Nëse bëhet për shkak mjedisie, sa të keqen nuk ka. E kanë pa që në mishë të mirë, njerëz të mirë, me e kena marë, për dhe mjë dhanë është mirë se janë njerëz, ku gjojnë akse miqë, më trash mitësia, jarania, dashuria, respekti tjerë. Ndërsa, dhe kështu ka veprut, ka egzistu tek ne, kështu ka egzistu të ne. Kanë qenë mishë të mirë, në herë kanë marë njëna, së për kanë dhanë, tanë masë ne kanë lypë. Dyta, çështja që është ndaluar me shariat është, nëse ipet i ndrojnë kur bëhet kontrata, me ju në marrëveshje bojnë. Thot, unë për tapi motrën tem, me ma dhonë ti motrën tane, por, për balë kësaj, nuk ka meher heq. Pra, në vend që me dhonë në meher për motrën tane, unë për tapi motrën tem. Apo e thët, në vend që me dhonë meher për motrën tem, për motër tonë që ta marrë të nusëm, po të api motërën tem. Pra, në me qenë njëna meher për tjetërën. Kjo, nësë islam, është ndaluar. Sepse bëhet zullum grave, nga ana materiale. A nëse bëhet mitësia, ndrimi, për shkak të mitësisë, jaranisë, respektit, dashurisë, kjo plotësisht Allah s'ka gjatë keqe. Ndrimi u nazave është bidat, ka qenë bidate, por ka qenë traditet krishterëve, komunistave tjerë, por tashme është bë pjesë e traditës së muslimanëve. Andaj, pasi është bë pjesë e traditës së muslimanëve, tashme nuk mundna me qujtë që gjëna. Ja, mos të harrojmë, sepse ka diçka që një herë mundet me qenë pjesë e traditës, e veshjes, e kulturës, të dikuj ndo një mileti tjetër që ne jemi të ndaluar me pasu, por me kalimin e kohës, gjanat vetëvetiu ndryshojnë, andaj edhe kalon të muslimant një zanat e tillë. Për shembull, ku ke gjetë muslimant para 100 viteve, po i mërë përsha para 100, pa thujmë para 100 nashtë, le thuj para 100, s'ka dhe 70-100 vjetë, a nëpse dim 50-ën, që nuk i bie 100 vjetë, ku ke pa të shqiptarë musliman që kanë vesh katesha, se kurse ne, sa që veshëm, pantolla framirke, po kanë vesh tjerë që, kanë vesh shalvare, gratë kanë vesh dimia, zavjaqa, kuli kanë thanë, jenë kanë vesh muslimanët, di cila vesh muslimanës e muslimanit. Kravata, nuk kanë vesh musliman kravatën, nuk kanë vesh musliman framerka si veshën sot. Se do të gjëllat veshën framerka, se limë gjemate musliman. Ku kanë vesh nuset tona, motra tona, gra tona, kësa farë, që thënë vela, që thënë kësë një të farë. Po, që martohet. Po, kanë vesh vetë sërbet, sklavet. Por me kalimin e kohës, njerëzit janë afru me zvete, sepse të jetën me ta e të me ty i ti ki këshie, ta kanë këshie, jetën ndryshon është në ndryshime, është pjesë e jetës e njeriut, në vazhdimshmëri, ndryshojnë gjanat. Andaj sot, në vesh, jemi bërë një. Pra nuk është se do në pse veshna, për mi përngjat dykujna, po vesha ime sot që kam unë, është pjesë e tash e traditës tem kombëtare, fetare, popullit time. Se të populli jam i veshtu tesha.
Andaj nuk ka mu bidat. Njëtën gjënë edhe nazat. Pra më përmës me gjatë, ndrimi u nazave, nuk është bidat dhe që anti nëse nuk bëhat për mi përngja të tjereve, për bëhat pësë është bë pjesë muslimana apo bësë traditë dhe të junja se dhe që është të keshin pa të thëni pra pambirë ku ty bërë për di që me thanë zote herë bërë. Po. Këtë ja kemi të gjuhës, po alo? Alo, apo na dëgjon? Alo? Me siguri ka ik. Atëherë profesor një dëgjuese ka dërguar këtë pyetje, profesor thot a lejohet ta falim namazin e sabahit me tejmum për shkak se kam shumë probleme me prindrit me praktikimin e namazit dhe falem shehurazi tyra, ata nuk e dinë dhe në mëngjes kur është koha për me fal namazin do ata zgjohen për tu përgatit për punë dhe nuk kam mundësi me dal me marr abdest, ama jepni një këshill si me vepru. Allahu të forcoft, e trujt, e ta letoft namazet dinin. Për më të rëmbanje, mire të avdesi, Allahin që në të qoftë. Të në banja më zdo banja sa të ka uj, nuk i ku me marrë avdes, të me marrë avdes në banja. Kur që anë të qotë në banja, me hinë banja, të që me të vepë se për hinë banja, që pëse për hinë banja. Që vetë qika pëse për hinë banja, për hinë banja me kanë me hinë banja, jo marrë avdes në banja mërë hinë one, edhe ta një këshë me dritin kështë për flej. Një 5 minuta ta një qonë tërë, edhe falë që ashtu. Nuk banë me temon. Ose nëse ke dhomën veton, atëherë më shefe një sahan të vogël, sahan të pasullit, në shishe uj të vogël, edhe në për tërë që ashtu me dritë koridorit, mërë ka pak avdes, është forset, pa buzhuro, edhe që është falesh në tërë, edhe se morën vesh ata heqë, ku që kërë ata në punë, te dirdhujtë dhe që kaqë. Asë bëshuru mas nuk pika asë kur që. Gjenu të qysh, jo më të më me falë, s'ki arsyje. Po. Kemi të gjuhës, alo? Salam aleikum. Aleikum selam. Do shta me dhe të gjena, gudzojmi na me thonë për shamull, Allahu me qenjen e tina është gjithkon. Veç ta dhe shta. Salam aleikum. Aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuhu. Ajo është akide esh'arije, e që është në gabim gjithë ditën e gjithë natën. Ajo gabim e vëlla. Allahu me dijen e tina në gjithë konë. Allahu wa huwa ma'akum ejnë ma kontum, Allah është me ju ku do që jeni. Me dijen e tina, me ilmin e tina. Zotë si më shqefet kur që këto dyja edin. Për ndryshe, të vete krishtirin, vete qifutin, vete muslimanin, vete gratë pasit dhe qkollë, vete plakat, vete një gjush të matë plakën, kërë kinë këtë dynja vete thuj, oj, luke, Allahu në gjennet qoftë. Ku e zoti? Qysh? Ku e zoti luke? Vete thmin 3-4, ku e zoti bën me kishë naltë? Pa dhe hevani si hevan, o vëllah, edhe hevani si hevan, a i që rrëme që banë, që e që banë në rundelet e lëpë të shë, kur hevani ngritë kokën naltë, sikur që i drejtohet Allahut. Të barëke vë ta'ala. Allah është nalë me qilë në shtatë, o ju njerës. Allah është me qeni ti mbi qilë në shtatë. Për atë Allah 7 herën Koran ka tha, ka përmen, Ar-Rahmanu lil arshi istawa, e ka përmen 7 herën Koran se Allah është ngritur mbi arsh. Mbi arsh. Allah është ngritur mbi arsh, me qenin e ti, të barëke vë ta'ala, sepse Allah nuk bënd të themin e me trupin e ti, ja, për me qenin e tina, është mbi arsh. Edhe këtu e në me 100 argumente, Koran për fillimit dhe në fund të argumentën që Allah është lartë në biqilë në 7. Me 10 hadithe, me praktike, me natërshmërinë e njerijute. Pse Allah hëfte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mësafir në qilën e 7, për qeftaj? Pse nuk o taku me të qëtë në Mekë dikon? Po o taku në qilën e 7 atje. Pse? Sepse lartë me dhëria tina është lartë në qilën e 7. Të barëke o ta'ala. Edhe këta e ka të cekë imam Tahaviju në akidin e vetët, kjo është akidja e pejgamberit, të sahabëve, e Ebu Hanifes, e Ebu Jusufit, e Muhammed nëse Shejbanit, e 4 medhhebeve dhe ulemat e Ehlesunetit. Allahu me qenitina është lartë mbi qiellin e 7. Të bareke o ta'ala. Po. Kemi dëgjuesin e radhës, alo? Selam aleikum. Aleikum selam, urtrani. Deshta me bëni pyetje hoxhës.
e kam fëmijët e vllaut jashtë shtetit, edhe vetë jam jashtë shtetit, jashtë Kosovës. Nëse shkoj me vizitu pa bashkëshorten, am lejohet, edhe pse fëmijët e vllaut janë qika vllaut i ka tash i ka 18 vjetë. Nëse du me shku me vizitu pa gru, am lejohet. E qartë. Mirë, edhe një pyetje tjetër ndeshta me pyet hoxhën, isha djetë të folja cijen këtu me një xhamit pakistanez edhe në recatin e dytë hoxha bani gabim edhe u ngritëm në kom krejt edhe një herë. Edhe do më thonë e përfundum jacijen, po e përfundum me 5 recate. Tani si e përfundum, na tha që duhet me folë edhe një herë. Tha edhe kështu tha pranohet, tha se pejgamberi alayhis salam ka gabu, tha tash ata ka gabu një herë, ama shumë nuk po hinxhen avis, ka gabu tha edhe u pranu, tha dhe po tha pe folëm për më konë ma të sigur, pe folëm edhe një herë. Një spjegim edhe rrët. A nuk bëni se vesejt e pakistaneze heqa? Jo. Ka harru. Bangladesh në pak. Andë së vërënësi, kërësor, muslim, haji imam, musliman. Allah është përmi. Amin. Aleikum selam. Sa i përket nipave tu, ki drejt me shkuët e nipat e tu, të thmija vlatën, ki drejt me shkuët edhe pa grun tonë, mas e thmija në të rritën, po ma mirë me shku me gru. Por nashta ka nehret bje puna, s'ki mundësi ose ti gru me vetë se në mërë ka që ka njeri, gru me vetë ty ben gjepë se në shtena që kretë ka që ka me marë. Ti jenë punë, bjen puna në terene ku ta diju në ndejnë këndej, edhe të afrojë dhe të thmija në ka gjatë keqe. Ndërsa, sepse e që është ndaluar është vetëmimi, ti në po vetëmohësh me gru të huj, me konatës, me kërkan. Ndërsa se përket namazit që në rëqatën e dytë nuk është nuk ka nejtë ullur, nuk o bon namë që ka nejtë ullur në rëqatën e dytë, sikur se të kështë falë 4, sepse ullja në rëqatën e dytë është vajgjib, nuk është shtyllë namazit, por ju këni falë 5 namazit, këni bo 5. Kështë që këtë këni ka gabu imami, 2 gabime ka bo. Gabimin e pare ka gabu që ka nejtë që unë kam në rëqatën e dytë. Ndërsa gabimin e dytë ka bo që ka falë 5, se ka falë 4. E pastaj ka dhanë selam, e pastaj ka thonë përsërit në krejt. Përsërit në krejt, a i ka punu në këtë rast me mëdheb të Hanefive. A i Bangladesh, ata praktikuj mëdheb të Hanefive, begi strikt. Si pas mëdhebit të Hanefive, nëse në ulljen e dytë që bjen klapa pas rëqatët të 4, në ulljen e fundit pas rëqatët të 4, të thënja cilat, se në tha, se do qëftë ullja fund nuk më bërënësi cilë namaz, në jacin tha po, nëse në ullën e fundit nuk është ullur fare, por është ngritur në kam, të mëndu se është e treta, o ngritur në kam. Të mëndu që është ashtë 4, në realitet 4 në duhet me najtë ullën, po mëndon që për qohet për 3-ës 4. Dhe, nuk ja kujton gjemate, se gjemate flejt, ashtë këtë ju ke gjemjeni kam flejt, se ta shë gabimi 3, që a këtë flejt këtë jo? A kërhat që bile? Gjithë njerën gjemje, se më thonë dëku subhanallah tina, subhanallah me ja kujtu. Po, se këni kujtu kërkosh, aj, nëse i bjen men dë, apo ja kujton dikosh, këtë për flasim pas Hanefive, para se me bo rukun e reqatit 5, aj obligohet me ull në tehjat, me kënuet tehjatin, shahadetin, me dhonë selam në të djathët, me bo 2 segjde, e pas të më fillu sërësh e tehjatu, lillahi salavatu, shahadetin, salavatin, doon dhe jep selam. Djathët majtë namaz është i plot. Këtë rast ka bo 2 gabime, gabimin e par o qënë kam në rëqatën e dytë, s'ka nejtë tehjat, gabimin e dytë o qënë kam rëqatën e 4 për të 5, por të dyjat mjaftën me qëtë se visejshde. Mirë po këtina si ka randër mend, apo se ka kujtu kërkush, e ka bo rukun, e ka bo sejshdës, kër ka fëllon namazin, ndo shtë e këni kujtu, jo, apo e ka randër mend atina, atëherë, a i ka thonë,
përsërit namazin sepse që të duhet. Ka folë si mbas Hanefive. E pejgamberi po, sallallahu alaihi wasallam ka gabu, o fjala ka harru. Ka harru pejgamberi alayhi salatu wassalam, po ka harru një habit, njërë harran habitet, po. Është hadith i vërtetë ai Sahih Muslim, po. Po, marrim tash pyetjet nëpërmjet të SMS-it, meqense se jemi pothuajse afër fundit. Një dëgjues po pyet: "Selam aleikum profesor, thotë nëse gjatë një qahut thotë hoxha kërkon nga dhëndrit që të paguhen thotë 10.000 euro meher për vajzën, por pa u konsultuar me askënd, thotë në rast se nuk paguhet ajo shumë e parave, a është thotë një qahi valid?" Dhe pyetja e dytë: "Sa janë saktë disa Kur'ana të cilat kanë kopertinat e bardha e që po shpërndahen falas në për rrugë?" Unë nuk e di për Kur'an që shpërndahet për ato komentet të Kur'anit. Kush e ka komentu, kush është autori, nuk e di. Për ata nuk mund të gjykoj. Ajo që ka është Hasan Efeni Nahid, e Sherif Ahmetit, janë të mirë me emër të Zotit, se cilë me mirë se tjetë të mirë janë. Po, tjertë nuk e di, për tjertë nuk marë për detësione, nuk e di, mund tjertë, nuk e di. Kumetum. Të më thonë të ai propozimi hoxhës që kërkon meher 10.000 euro, po pa u konsultu me askënd. Hoxha mund propozoj, po nuk mund vendosë, nuk mund të obligoj. Anëpse dhe propozimi i hoxhës mund t'jetë si ide, jo ma shumë. Jo ma shumë. Nuk kanë rregull me ngarku njerëzit. Hoxha për këspare e ka për obligim mja u kujtue të dy palve, të djallëve të vajzës, dëshmitarët që janë aty se meherin do të me caktuar ju njerëz. Me thonë vajzës, oj motër, lëp meher, a ke lëp me të meher për i djallit, a pak në caktuar me ju, valla. E ja shpekon pak qa mere, a dini thëmë po, valla dina. Atëherë lëp e motër, la pa mje marë, lëp, se të ke kinë ditë, se të në kuti kinë, se nuk vjen kuti mu, vetë se të kinë kuti. Por më shlëp me ngarku burën, sa se në dha lanë 10 vjetë, 20 vjetë. Se nuk në regula e student, fukarajnë rata e, ka dërë qysh më martu e qysh me me gjallë të shkën e li 10.000 euro. Pa i pa 10.000 euro e marra i shpi. Në vagëll të këpë, ty bën ka 10.000 euro. Ndërsa nësë është në farë biznismeni, dikon e farë ka ndërtesa, ka butike, ku dijun atja, ti pa, ti kërsi tja, ti lipja një 10.000. Pra, si mbasi, kjo shkon veç e veç, tek e tek, si mbas individit. Por, pra hoxha është mund mja kujtu, me thonë lip, mëse nga rëkaburin ma shumë, por njëtin kohë, nuk ka nevojnë pe i modestise, pe i takvallok, me thonë së për lipi, kur gjë për lipi 100 euro, 50 euro, për qërë 50 euro, dhe lejgare, mëse pa, 50 euro, për lipi. Lipi njerit pare. Por hoxha ju me thonë 10.000 euro. Pasaj nëse pajtojnë me qatë ceket aty, ata do të mi përmbajt asajna. Po. Kalojmë tek një pyetje tjetër, thot një dëgjues. Martesa është valide pyetje motra. Martesa valide, ama burri gjënaqar që nuk jep meherin gruas, dhe nëse kanë pajtu, dhe dyta gruaja ka të drejtë mos me fjet me burr derisa të lan meherin. Gjithmonë nëse burri e neglizhon meherin ndaj gruas, gruaja fetaresh ka të drejtë mos me fjet me burr derisa burri të jep meherin. Po. Pyetja tjetër, një dëgjues thotë unë punoj dhe i fali 5 kohë namaz, ndërkohë që kompania ku punoj thotë ma ka lejuar faljen e namazit, por xhuman një javë mundë me fal dhe një javë jo. Po falë sot më shanë, një javë fal, javën tjetër fal drek, sepse xhumaja ka zavendësim. Xhumaja ka zavendësim, ka dreken, është mirë, elhamdulillah pe Zotit, lehtësimi i Allahut. Xhumaja ka dreken. S'ke mundsi. Sepse ty nuk ka mësila ta ka leju, ka një herë të vetëm në lën. Edhe mos me ta ndalu, nëse ka rrezik të madh. Për shembull, punëtorët e kekut, punëtorët fabrikat ndryshme, policia dikon ku janë të ruj, dikon ku diun, mjek në spital, ka punë, ka detyra, i disa detyra janë njerëzve, disa punë ku ai nuk ka punë çdo sekond, çdo minut, ama do të më kanë atë çdo minut, çdo sekond. Për të torë nuk të zënë me mungu as një minut, sepse mund të bëhet dëm shumë i madh. Mund të bëhet dëm i madh, më pasojat mund të jenë fatale. Për shembull, imagjinoni me prish apo me pas nevojë me ndërhy në një motor, në një maqinë me 1 milion e me 100 milion euro. Me 10 milione. Me kanë atë ndërhyjnë në alë. S'ke punëtore atë, prishet, ti shku me falë gjëmanë. Çfarë dami madh bëhet. Ose
mjekun emergjencë, ose mire, me më arë dikush aty, është të bo një në operacion, ose është. Jenë dësa punë ku nuk gudzën, nuk ose policia të zami, kanë të drejtë komplet me lanë stacion e policisë veton, e me shku më falë, se di. Kështu që jenë dësa punë ka një herë, dësa obligime, dësa që të obligohen ka një herë, në veçanti që se dhe punë e vetash, natyrisht, nuk më i me dhanë fetvat për gjithshme, kësi veç e veç. Kjo është e për gjithshme, dhe se cilë din veç e veç halën e vetë, punën e vetë. E din. Nëse la vetën, pra dhe nëse nuk më ndalen, nëse la vetë. A bëhet nami, typen bëhet nami, e që vale zora që ty. Po jo, ka mundësi më bëhet nami, vale drejk. Sigur se roja në këtë rast. Ti ka mundësi me shku më nashtaj, nuk të ndalen. Por me bo marrë me të vijë, dikush me të kesh përdor dikush të jenë, sigur i man roja ku the. Bëhet dëmi madhë, shkanë në borgje ku dion e tjere. Ndë e falë drejk. Elhamdulillah, falë drejk, për në gjëmas, po. Një dëgjues tjetër thot a konsiderohen udhëtar nëse çdo ditë i bëjnë nga 70 kilometra rrugë për çështje pune. Po konsiderohesh udhëtar, a më 7 kilometra më bëmë silla rreth Prishtinës. Do të kesh parasysh. Shëqa, nuk kam rëndësi të sa kilometra i bën, se ti morish për shembull në jena ashtu në Prishtinë. Çtash për momentin ne jemi në Prishtinë. Prishtina të zami me Mitrovicën, me Voshtërën, me Podjevën i ka 30, 35, 40 kilometra. Mund është të ambjen 3 herë në ditë jenë me shku më Podjev. 30 me shku, 30 marë, 30 me shku, 30 marë, 30 me shku, 30 marë. Sa bo? 3 herë 6, 18, 180 kilometra. Unë i punan 180 kilometra në ditje. Tani në herë rash ato hina, i rash shkohen më shtërërë në Mitrovicë e sene, i bona 200 e sa. Ja, nuk është këtë namasin. Nuk është këtë namasin. Gjithmonë baje me ndë regull, prej vendit tënë, qëndrimit tënë, nëse jenë Prishtinë, pëzame këtu kuj, pe piknisjes, se dilësha është a Prishtinës, nëse vija jote është largë qyteti, jo më sjellë, po është largë për Prishtinës, 70 km, a tha 70 km? Bën edhe është, anëpse 80 kanë tha më afer, pas prish punë 70, inshallah, unë mendoj që 70 prish punë, kilometra, ta zami kime shkun pejti, për diçkan në pej këthejesh, për diçkan për zëran këthejesh, për shdo diçkan mal, e këthejesh, në këtë rast, i udhëtar për dit. Ose shëfjerët autobusave, ka autobusit cili, nisën sacën Prishtinës për dit, në mëngjes, shkan për zëran. Po shën gjysore atje, këthejet vjen Prishtinë. Po shën gjysore, shkan për zëran. Po shën gjysore, vjen Prishtinë i bën 2-3 ndërrime gjatë ditës. Kë është udhëtar. Kë është udhëtar. Ose me taksi, ose me kamion, ose. Ndërsa, nëse në një hapësirë të afert, po vëtsina se më silë dhe rrës shpistem, unë mi hi Prishtinës rrëth, sëlloj, ti bëj me kërse ora 7 km, ta këshur përshkutaj namazin. Jo, Allah në gjithë me qoftë. Nuk është ashtu. Po. Dhe pyetja e fundit për sonte, profesor, sepse jemi 5 minutat e fundit, të cila është arsyeja e veshjes së ihramave në haxh. Arsyeja e veshjes së ihramave në haxh. Po, këtë dhe urtësia e veshjes së ihramave në haxh ka më shumë se sa një urtësi, e për të ka me folur gjatë, ka për të folur gjatë. Ihramat, pikës pari, Allahu dënë që haxhi, në veçanti Arafat, sepse Arafat është obligim e pas në ihrama. Tavafin nuk obligim e bën në ihrama, tavafin herë bën me ihrama, për herë varet është i pari, i dyta, i funit. Por tavaf nuk pranohet në Arafat, e që të gjithë arrin për një herë, këtu po do më dalur ne. Po do më dalë që të gjithë qëndrojnë për një herë, se tavafin e sajnë i bojnë pjesë. Allahu po don që të bimin më të madh në jetën e muslimanit. Të bimin historik. Që është të bimi Arafatit, numri më i madh, të bimi më i madh në jetë, edhe më historiku në jetë, më i vlefshëm e rëndësishëm, me qenë i veçantë, edhe për nga lloje tjera, për nga aspekte tjera, me qenë i veçantë për nga barazia,
mos më dallu cili është i pasur e cili është i varfër. Me ndje vetën barabart, njëjtë. Nuk ka në haqë, nuk ka në Arafat me thonë, unë jam mbret, unë jam minister, unë jam kryetar i këti shteti, ati shteti, unë e ve me krevate, me tesha, lehet me selit. Ti kimi ik, gjdo të tesh në trup që e ki, të mrenshme, bile edhe qërapat kimi dath, e kimi vesh dhe qashafat bardh, që një që uaj mihrama. Për ndryshe haqën nuk të pranohet. Njerëz me qenë barabart krejt. Me qenë barabart. Pastaj, Arafati, e ihramat në Arafat, na kujtojnë veshjen ton me qefina. Kur të nafshtilën me qefina, kur vdesim, anëlojnë teshat a në hjekin teshat, këtë në gjveshin. Pas të ditë Arafatit, na kujtojnë kur dalën për atë madhët Allah, në ditën e gjykimit. Këtë njerëzit njëjtë, në barabartë. Pa dalëm, për pas vepra dhe ameleve tyne. E vesha një hrama, ka dhe shumë rëtësi tjera. është një ndikim psikologjik, para se me qenë edhe shpirtëror, të gjdo haxhi. Ihram është veshje veçantë, e caktuar për të madhet Allah Azza wa Jall, për mashkujt, por jo edhe për femrat. Po. Atër, profesor, kjo ishte fundit pyetja për sonte. Faleminderit shumë që ishit edhe sonte mysafir këtu. Të nderuar dëgjues, unë ju falenderoj të gjithë juve që keni qëndruar me neve deri në këto çaste. Inshallah takohemi të premten me emisionin e radhës. Deri atëherë, mirëmbëjtje.